Marija Pavković, vajza e generalit famkeq sërb i dënuar për krime lufte në Kosovë, Nebojša Pavković ka konfirmuar se familja e saj do të dorëzoj sot një padi kundër NATO-s në gjykatën e dytë themelore të Beogradit. Padia, siç ka thënë ajo, do të jetë për vdekjen e babait të saj, të cilën e lidh me pasojat e ekspozimit ndaj uraniumit të varfëruar, të përdorur gjatë bombardimeve të NATO-s kundër Jugosllavisë në vitin 1999. Sipas saj, ideja për padin kundër NATO-s erdhi nga avokati Aleksić, derisa deklaroi se nuk ka pritshmëri të veçanta, por dëshiron të përpiqet të arrijë drejtësi. Pavković paralajmëroi se nëse do të jetë e mundur do të paraqes padi edhe kundër Finlandës për, siç pretendoi ajo, neglizhencë ndaj gjendjes shëndetësore të babait të saj dhe për trajtimin që ai mori gjatë vuajtjes së dënimit në atë vend ku ishte transferuar pas dënimit nga Tribunali i Hagës.